Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Sërish me receta të reja, të shije. Çfarë shije do provojmë sot? S'kemi limona. Kemi nga këto limonatat e verës me limona. Super. Me vitamin C. Me që u përmend si recet, normalisht 3 limonat i vendosim në ujë të vakët ose në ujë të nxehtë më mirë, që të zbuten, sepse duke u zbutur është më e kollaj dhe më mirë për të lëshuar lëngu. Prandaj kam lënë atje dhe është me sheqer edhe ujë. Asgjë tjetër, as vanilje, as kam marrë lëngun e një limoni këtu, normalisht, sikurse kam edhe 3 limonat e tjerë. I lë sepse më vjen për një recetë të dytë dhe receta e parë është kungulleshka ose kunguj të mbushur. Kungujt i kam bërë në formën e një varke. E lë më njanë sepse nuk më duhet se si i kam prerë kungujt, sepse do jetë pak sa më vonë, dhe këtu kam vendosur mishin e grirë. Tek mishi i grirë, kam shtuar ujë dhe asgjë tjetër. Derisa mishi mua të më kokryzohet, dhe patjetër që përbërësi i tretë, sepse ujë, mishi i grirë, qepa. Qepën e kam në blender, e kam vendosur në blender dhe i jap një zbutje me lugë që të tretet tek mishi. Nuk më duhet asgjë tjetër, marr këtu kungujt, marr zemrën. Dhe për ta e ekzekutuar, po, që të tregojmë si krijohen këto varkat. Prej ansore, jo në mes. Po, dale. Me një mjetë të tillë ose me një lugë? Të gjithë i kemi këtë mjetë, aman keqen. Është një mjetë që është 1500 lekë. Ja. Kështu, një kam krijuar i brendshëm. Kam hequr pjesën e brendshme të zemrës mishtore, që ka më pak vlerë nga e gjithë pjesa. Kam krijuar vargëzat. Më duhet kjo pjesë edhe tek qepa, le të shtoj dhe pjesën e tult. Por, mund të shtoj dhe pjesët e kapakut, sepse te kapaku unë do vendos beshamelin, gjë që nuk më duhet. Po. Të pjesën ku do ta shtoj, patjetër që do ta shtoj tek Që ta shkojnë te mbushja. Te mbushja. Dihet që beshameli ka qumshtin, mielin, gjalpin, kri piper, piper i bardh ose ar muskat, ar myshk ose ar kozani. Patjetër që beshameli kërkon edhe ndihmën e dy vezëve. Në fund fare ne kemi bërë beshamelin me një seshter, kurse sot po bëjmë beshamelin klasik. Shtoj edhe kungullin. Nëse unë kungullin do ta kaloj të mbushur dhe me kremi, normalisht duhet të bëj disa vjezime të kungulli. Dhe dim shumë mirë që vjezimet do jenë paksa ashpërsinë, po. Të tilla. I del një ngjyrë tjetër aty. Ja, shumë. Nuk është se më duhet kjo gjë, por dikush e bën. Nuk e do këtë pjesën e ashpër, cipën e ashpër. Por kjo nuk është puna sepse në tavë. Janë për disa gatime të veçanta, po, që nuk duhet. Bëj një përzierje dhe patjetër gati. Kemi dhe orizin. Kam vendosur orizin. Ja i largoj një herë të gjitha këto këtu unë. Aty po e kullon apo e ke zjerë si në avull? Pra e kam zjerë si në avull. Normalisht, kur sita është me e vogël, pra mua nuk më bën që ta zgjys këtu, sepse orizi do shpërndahet. Atere, e vendos i vë një lugë që s'ka se ku të shkoj, duke vendosur kapakun, më krijohet një zjerje në avull. Super, kjo është pra mbushja me qepën? Lëngun e orizit unë do ta shtoj te beshameli,
pakës qumësht më tepër lëng orizi, dhe jam këtu tek Krema të lidhjen organike. Po. Qumështin, te mbushja. përdorim për ta plotësuar. Do thoni ju, Albana, 4 kunguj më tepër mbushje. Po, patjetër, sepse duke i shtuar një vezë, duke i shtuar edhe pakës miell, unë krijoj një recetë tjetër. Marr dhe shtoj orizin. Orizin që unë e kam shplar, dhe patjetër e kam spërkatu më përpara me limon, me lëng limoni, që të ruaj bardhësinë dhe normalisht të jetë ajo shkoqja e duhur e orizit. Do të shtoj piperin edhe kripën, që mua nuk e di pse kanë filluar të vendos kaq pak krip, sepse kaq pak krip nuk duhet, kripa duhet të jetë e duhur, që të ketë edhe shijen. E lë të bëhet. Çfarë i shkon? Me që unë kam shtuar pjesën e kungullit, i shkon shumë mirë koperi. Koperja, kemi këtu të koperin, ta bëjmë gati. Ndërkohë, bëjmë një përmbledhje të recetës, kemi një recetë vere, siç po e ndiqni procesi, një recetë shumë e shijshme, i takon këtij sezoni, her pas here të bëjmë këto të mbushurat, si për kunguj, ashtu edhe për perimet të tjera, specat apo patlıxhanët, por ja qëndruam te kungulli sot, kështu ju lexoj përbërësit e mbushjes së kungulleshkave jeshile. Ju duhet 1 filxhan oriz, 1 litër ujë, ose lëngpule ose perimesh, 3 lugë kos, 1 e verdhë veze, 1 lugë gjelle miell, lëngu i gjysmë limoni, 1 lugë gjelle gjallë, 1 lugë çaj spec i kuq i ëmbël, krip, piper i zi, edhe pak hudhër pluhur. Kjo është receta e kungulleshkave të mbushura me salcë bechamel, e përgatisim paralelisht, apo përgatitet mbushja, zbuten perimet në të, ne vazhdojmë të merremi me bechamelin, tek i cili, siç e tham, do të përdorim edhe lëngun e orizit, ujin që ka nxjerrë orizi gjatë nxjerrjes së tij, pak qumësh, miell, gjalp, vezë, krip, piper të bardhë, kryesisht, apo edhe arë moskat. Tani, e lë këtu dhe filloj të punoj bechamelin. Shtoj gjalpin. E ndihmoj me pak vaj gjalpin. Dhe patjetër shtoj masën e miellit. Masën e miellit, sa të piqet pak miell, shtojmë pastaj lëngun e orizit. Do të shtoj ja të marrë dhe një garuzhde. Do të shtoj lëng orizi në fillim fare. Dhe më pas kam Pastaj ujin. derisa të krijoj këtë masën e duhur. Dhe e ndihmoj me qumësht. Kaq mas më duhet. Sepse edhe ne një tafë të vogël kemi përzgjedhur, janë 4 kungulleshka. E lë pak sa dhe i largoj që të jenë me tavolinë. Do të vijojmë me mbushjen. Shtoj pak kopër, ne kemi pak kopër të lutem. Do të shtoj pak lëng limoni. Rafsh.
Tani e sistemoj komplet gjithë aromën që më zotëron aty në tigan, koperi, e freskon, i jep aromë të freskët. Sikur se shtoj, edhe një vezë direkt ja ku kam dhe në piksin e dur, nuk më duhet me trash. E lë, i largoj Tani i dhe kemi mere gati, me thjesht montimi i recetës, pra vendosja e mbushjes. vendos edhe limonat me ujë në proces termik. Okej, kemi 4 kungulleshka të tilla, fillojmë me mbushjen, kemi filluar me të parën, vazhdojmë me pjesën tjetër dhe nëse na mbetet pak më tepër mbushje, e shtojmë aty në tavë, siç veprojmë me çdo të mbushur tjetër, sepse ajo është në të njëjtën shije, do të vendoset beshameli edhe bëhet pastaj një shije aty e përzier me të dyja, edhe me beshamelin dhe me mbushje. Dhe tava jon e kungulleshkave të mbushura është gati. Do t'i vendosim edhe beshamelin, i kemi mbushur kungulleshkat. Kemi ndarjet, këtu. Sikurse marrë dhe bëj edhe shtresën e beshamelit. Ngulojeni të gjithë. Shumë kremoz, sepse jep pak pokryzuar, shumë mirë duket. Se nuk e lë të thahet. Nuk i kam shtuar djathë. Është e duhur. Super, tani gati për në furrë. Derisa të zë dhe vëndin e vetë kjo këtu. Edhe pak aty në qoshe dhe tava do të piqet pas 25 apo 30 ndoshta minutash. E marrim dhe e vendosim në frigorifer, Niki? Frigorifer? Në frigorifer, në... Kishtë ndryshuar strategji. Mirë. Të ëmbëlsirat e ke mendje. Që të bëj? Çfarë të bëj? Ja. Presim të piqet dhe ta servirim pastaj në tryez, pa ashtu edhe në postimet e rrjeteve tona sociale apo në kanalin ton në YouTube në Rezet Dielli.